Dua të ndalem po ashtu tek tema më e nxehtë të javës fundit, që është përshkallëzimi i luftës i konfliktit midis Iranit dhe Izraelit, që këto dy shtete vijojnë të godasin njëra tjetrën me raketa dhe përfshirjen e SBA-f. Zoti Biladi, si mbërriti Izraeli dhe Irani deri në pikën e vëllimit, duke ndezur një konflikt që shumë zgjon atë idenë e një lufte të tretë botërore? Është një historik i, mund të thë, raporteve dhe marrëdhënieve ta quaj kështu persiano-hebreje. Me qenë se, mund të them drejtën, ky term që ja thash nuk përkon shumë, ka se 2000 vite Izraeli nuk ka pasur shtet. Kultura persiane i ka, më them, një kulturë jashtëzakonisht e lashtë, me një pasuri jashtëzakonisht të madhe, qoftë në fushën e mendimit filozofik, pastaj atë shkencor, por edhe religioz. Mendoj që para ardhjes së Ayatollah Khomeinit në vitin 1979, me Reza Pahlavi, shahin e Iranit, raportet kanë qenë, mund të them, korekte, nga se për Izraelin, bile ka njohur shtetin e Izraelit 48 në Irani. Do thotë, më duket mbas shteti i dytë musliman pas Turqisë, sepse Turqia është shteti i dytë pas 2 dite, pas 14 majit 1948 që ka njohur qeveria e atëhershme. Qeveria Menderesit ka qenë në Turqi. Por mendoj që raportet e tilla kanë filluar të zbresin dhe ta kenë, mund të them, një kontinuitet që ka lëvizur me, thënë drejtën kështu, marrëdhënie të ftohta, pastaj me gjuhë verbale, ku njëra dhe pala tjetër kanë akuzuar njëra tjetrën për infiltrim në proceset sidomos me çështjen palestineze, dhe gjithë kjo periudhë ka qenë periudha kur të dyjat janë përgatitur për këtë ditë. Por më aktive ka qenë nga viti 1990, do të thotë 35 vite, që Irani ka bërë përgatitjet të cilat sot mund të them po shkaktojnë të lashe kundërshtarit e tyre Izraelit. Irani në një farë mënyre, sepse kemi bëjmë një luftë që është e klasit të fortë, kemi luftë të bëjmë për shembull Izraeli me Libanin, apo me Hamasin, apo me edhe me Sirin, apo me Huthit në Yemen, por është një luftë që kundërshtarit është i fortë. Dhe në këtë drejtim mendoj që Izraeli me rregullat dhe normat ndërkombëtare është lidhur karta e KB-s me goditjet që ka bërë, nga se shumë njerëz të ne nuk i marrin parasysh këto gjëra, flasin gjëra që kanë qefi kështu me thonë të jenë anus, ose të jenë, mund të them, në analizën e tyre njerëz që shprehin qëndrime jo reale, jo korrekte, nga se mendoj që në këtë drejtim rregullat ndërkombëtare dhe normat ndërkombëtare janë të tilla, dhe sulmimi që i bën në një vendi, atëherë kuptohet që konsekuencat i bën vendi që ka goditur ose vendi që ka filluar luftën. Por komplikimi i situatës në lindjet e mesme në përgjithësi në region, jo vetëm në lindjet e afër, ka ardhur si pasojë e çështjes palestineze. E tash këtu kemi atë që tham përdorimin për keqpërdorim. Dhe Irani ka arritur që, mund të them, proksin e tij në Liban, Siri, në kohën e Asadit, regjimit të Asadit, pastaj milicin shiite në Irak dhe Huthit në Yemen, të krijoj, mund të them, të çelulat ose ato mini aleancat me këta krah të tij, që kauzën palestineze, si them, ta merr përsipër. Dhe kjo deri dikun, mund të them, që ka arritur të ketë efektin e vet nga ana e Iranit, të krijojë një popularitet në botën islame në përgjithësi, nga se vendet, sepse në kuptimin islam, bot kuptimin islam janë dy rryma të ndara që nga halifi 4 në islam,
të cilat kanë shkaktuar problematika të mëdha dhe sot ka një përçarje dhe mund të them herë e pakuptueshme dhe bota sunite e cila në një farë mënyrë ka ato dilemat me shiat dhe kemi një situatë të tillë kur çështja palestineze është marrë në dorë të përkujdesit të Iranit. Mirë po, unë mendoj që është e dhimbshme ajo çka po ndodh në Gaza. Dhe do është të trajtim, mund të them, jo vetëm i aspektit regional, por botror, me qenë se mund të them drejtën zëri i humanitetit dhe i moralit njerëzor ka qenë bukur shumë i shprehur edhe në për parlamentet, mund të them, të shteteve perëndimore, të elitave intelektuale, shoqërisë civile, dhe kjo, mund të them drejtën, ka bërë atë që në opinionin ndërkombëtar, sidomos perëndimor, të ketë efektin e vet, sepse ka pasur, mund të them, një përkrahje jashtëzakonisht e madhe. Fundi fundit e nderuar, ne jemi njerëz gjithë dhe mendoj që spaku në çështjen e Gazës është një pikë e përbashkët, sepse nuk ka rëndësi në cilin kontinent, në cilin grup etnie, në cilin religjion, njerëzit duhet ta ngrisin zërin e tyre. Dhe mendoj që në këtë drejtim se lufta nuk paraqet mund të them ligjërat humane apo morale. Lufta fiton ai që ka më shumë hekur. Dhe në këtë drejtim kemi një situatë e cila ka qenë e papritur, mund të them, për Izraelin, nga se goditja e parë në ditët e para të 13 qershorit, në mëngjesin e hershëm, ka qenë jashtëzakonisht goditja dhëmshme për Iranin, dhe mendoj që në strategjinë dhe në studimet ushtarake është rasti i parë që goditet jashtëzakonisht tash për kundërshtari, mirë po arrin të rivitalizohet jashtëzakonisht shpejt. Do thotë struktura komanduese janë goditur, janë vrarë general të ushtrisë edhe të Gardës Republikane Islamike, pastaj shkencëtar, dhe të arrihet një rikuperim i tillë i forcave të kundërshtarit të Izraelit dhe të arrihet të goditet Izraeli dhe Tel Avivi, Haifa, mund të them edhe shumë qytete tjera, Beersheba, për shkak sot tash duket paragjysore ke goditja që u bë ti distriktit jugor, kryeqyteti i distriktit jugor të Izraelit. Është jashtëzakonisht e dhimbshme për Izraelin, mirë po, tham drejtën, kjo situatë e tillë tregon që kemi një evolim për shkak të teknologjisë, tham drejtën, të zhvillimit teknologjik, që edhe shtetet të cilat është menduar që mund të goditen dhe të neutralizohen, kemi një situatë tjetër. Mendoni ju se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hyjnë në mënyrë direkte në këtë konflikt dhe si shikoni stacionimin e 10 avionëve luftarak bombarduesve dhe 3 anijeve në Mesdhen dhe në Gjirin Persik nga ana e Trumpit? Po Trumpi ka pas një deklaratë, do thotë, përmbramshme, kur më thot drejtën Wall Street Journal dhe Bloomberg kanë paralajmëruar që goditja do të jetë atë natë, me një hershme. Amerikanët dhe Trump personalisht ka hezitim, ndoshta në një pozitë jo të lehtë, nga se presionet e lobeve të ndryshme ose atyre më të fuqishme ndikojnë shumë në marrjen e vendimit të Trumpit. Më duket që 3 pikat të strategjisë të tij, të cilat i ka marrë me këshilltarët e sigurisë dhe të inteligjencës amerikane dhe me generalet e Pentagonit, të ushtrisë amerikane, kanë ardhur në përfundim që do thotë sulmisht i pavitueshëm, pika e parë, pika e dytë, mendoj që do mos përfshihen në një luftë të gjatë në linjat e mesme, dhe pika e tretë, ata dojnë të bëjnë shkatrimin e programit bërtamor të Iranit. Do thotë janë 3 pikat e strategjisë të cilat brenda kornizës 14 ditore ose 2 javore mund të kemi sulmin amerikan.
Thonë drejtën Amerikanët kanë qenë dje, sot dhe nesër mburoja e Izraelit. Qysh, mund të them në aspektin asaj që disponon ushtarakisht Izraeli, komplet është edhe sistemi mbrojtjes kundërajrore, mund të them, thardi i fundit, i cili është jashtëzakonisht efikas, është do thotë prodhim amerikan. Meqense mendoj që Arovi, por edhe kupolla e Qelikt, meqense kupolla e Qelikt është e ka do thotë aktivitetin e vet dikon 16 kilometra të lartësisë, është domeni të shkull, sidomos ka qenë projektuar për neutralizimin e raketave të Hamasit, Al-Qasamit, por sistemi tjetër i cili, mund të them, sistemi David, pastaj Patriot amerikan dhe Arrovi Treshi, nuk kanë treguar, mund të them, ndoshta atë përsin e mbrojtjes, por mendoj që tërë kapaciteti i aviacionit, se thonë drejtën, Izraeli goditjen me aviacion në Iran, neutralizimin e ka bërë, do thotë, me 200 aeroplan, F-35, 15 dhe 16, të cilët në ajër o dashur që të mbushin dhe karburant, dhe do shfrytëzuar edhe hapësira ajrore Sirisë, Irakut, e Jordanit, dhe goditjet të cilat janë bërë dhe supermacionin e aviacion, kryesisht është teknologjisë komplet amerikane, plus duke shtuar këtu edhe informacione përmes satelitëve dhe ato të inteligjencës, informacionet të inteligjencës që janë të rëndësishme për Izraelin e këtë rast. Irani ka treguar tjetër element, superioritetin raketor, balistik dhe hipersonik, dhe kjo po shihet që tash kemi me një shtet që i cili ka një goditje përmes aviacionit dhe sistemit të tyre të avionit luftarak, dhe asaj që po duket se është e padalshme çështja, sidomos e armëve hipersonike Fatah 1 dhe Fatah 2. Pa harruar edhe Khabar 4-shin, që është jashtëzakonisht e tmerrshme, më them drejtën. Dhe kjo është e tëra që kapacitetet e dy forcave janë matur, mund të them, në këto dy komponenta. Amerikanët, mund të them, do jenë ata që po që se goditin Iranin do të jetë goditje shumë e dhëmshme, dhe sepse nuk matet forca e Iranit me të shëbave, dihet nuk është ndonjë zbulim i madh se kush del fituesi. Do thotë për njerëz normal që njohin kapacitetet amerikane të një superfuqie botërore, është e dishme. GBU-ja e 57 që bomba e cila dikon 13.600 kilogram, paramendoj është diçka, do thotë, që brin deri në 60 metër në thellësi në bunkerat në toksor, dhe atu pastaj eksplodon. Dhe krijon, do thotë, atë mund të them atë shkatrimin që mund të bëhet secilit bunker në toksor. Dhe në Diego Garcia në ujdesin e Oqeanit Indian, një bazë amerikane, nga këtu bombarduesit amerikan, sidomos ai që është më them teknologjia fundit me të cilën bombarduesve, mund të them, të amerikanëve, B-2-shit. B-52 është sistem më i vjetër, por me B-2-shin hedhja e GBU-s 57 që do të jetë shkatërruese, që ka rreziqe që ta në Fordo, po që se goditet, që konsiderohet që këtu zhvillohet programi nuklear i Iranit, meqense mund të ka edhe spekulime, sepse edhe Saddam Husseini këtë formë Iraku është goditur, pastaj më vonë dalën dhënat që programi për shkatrimin e armëve në masë nuk ka qenë real, që u pranu pastaj edhe prej vetë amerikanëve. Do thotë është pikpyetje që nuk duhet të spekuloj, është duke zhvilluar këtu programi nuklear i bombës bërthamore, por ky impant apo ky central bërthamor është në sytë e goditjes që të bëhet, edhe pse në malet të Zogros, më fali, është do të thotë një tjetër central i cili në 4.400 metra lartësi midetare, dhe këto varmale paraqesin në veri perëndim të Iranit, ku është një popullat kurte e banuar ekskluziv, dhe këto varmale paraqesin, mund të them, atë arsenalin që mund ta ketë
mund ta ketë Irani. Por goditja e tij dhe aeroplan bajzëve të anijeve amerikane që u kanë afruar, do thotë, pjesës mes detit arabik dhe oqeanit indian, janë të cilat, të them, Diego Garcia ka 3900 kilometra nga pika e jugore e Iranit, sepse Irani mendon që ta godas Diego Garcia, po lartësia nuk ka perimetër dhe domet të tillë të cilat mund të arrijnë Diego Garcia. Prandaj në këtë pikë mendoj që pastaj kemi atë trupat amerikane afër 50.000, 45.000, 50.000 trupa që nga Kuwait, Iraku, Kuwait edhe pjesë tjera të Bahrajnit, Katarit, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabi Saudite dhe Sultanatit të Omanit. Kjo pjesë është e mbushur, mund të them, me pika amerikane të cilat do të goditen. Sigurisht është territor shumë i afër dhe Irani besohet që ka kapacitetet e tilla. Edhe pse janë shparda, një bazë duket ajrore në Katar është tërhequr, e ka fjalën teknologjia tyre, aviacioni i tyre, avionët, dhe mund të kem ngushtica e Hormuzit, do jetë pastaj ajo problematika që çmimet në naftë do të kapërcejnë, do thotë, në shifrat e larta, sepse ekonomia botërore mund të psojë, sepse transporti dhe importet e tërë botës, po të thënë, lëvizin nga kjo ngushticë ose kanali i Hormuzit dikon mes 25-35%. Dhe mund të kemi një skenar të njëjtë të vitit 1973, kur ka qenë lufta Yom Kipurit, apo lufta e Ramazanit, ka koinciduar në muajin Ramazan, kur Izraeli është përgatitur të japet një goditje nga Egjipti, Siria, Jordania dhe Iraku, mirë po Izraeli para se ata të mendojnë ta godasin, ky ka pri parë dhe i ka goditur. Dhe në këtë rast Arabia Saudite ka vënë sanksionet ndaj Perëndimit, dhe ka qenë ajo kriza që njihen që ata unë tipo si po unë kom qenë fëmijë atko, do thotë 4 vjeçare se i bie. Dhe mendoj që këtë situatë të sotshme a ka mundësi brenda dy javori të ketë kontakte me Putin, Erdogan, Trump, Xi Jinping, do thotë janë 4 faktorë. Do shohemi, ka shpresa, sepse jam i bindur që ka edhe në kohë lufte ka shkëmbime të informacioneve, mes shërbime, sot ke në Zhenevë takimin që bëhet për programin bërtamor me disa shtete evropiane, Francë, Gjermani, Angli, Itali, me sa duket, dhe përfaqësuesit iranian, me siguri ambasadorit iranian e Zvicër në Zhenevë ka bisedime të tilla, por mendoj që janë të kota pa dhonizë amerikanët, pa arritjen e marrëveshje me amerikanët. Është ndoshta mund të kenë edhe amerikanët do një kanal diplomatik përmes ambasadës iraniane ose një të tretë që bën komunikim në të këtë ndërlidhje për të arritur një qetësim të paqes e cila duket se është e zbeth, po jo pamundshme. Do ishte mirë, sepse është vërtetuar që po nëse fota goditet mund të kemi një Çernobil të dytë. Një Çernobil të dytë, i cili mund të ketë rrezatimi i tij, mund të prek ndoshta edhe te ne. Por në këtë drejtim sot ka liderë botërorë të cilët mund të them kanë ndikimin e tyre dhe kanë mundësinë që të evitohet. Mendoni se do ketë një tym të varur nga ky takim në Gjenevë? E para, po që se ka sinjale që amerikanët mund të pajtohen, apo në mënyrë indirekte përmes këtyre vendeve që përbëjnë korpusin perëndimor, ose të vendet të Unionit Evropian, me plashtim të Anglisë, që është larguar nga Unioni, por se mos është pjesë e kampit perëndimor. A do dalë të më bardhë, jam skeptik. Ajo varet pak a shumë, meqense po që se Irani pranon që të ulë në zero pasurimin e uraniumit nga 3.67%, të kaloj në zero, ka gjas, por është vështirë të thuhet për momentin, sepse në këtë botë kemi edhe aktorë tjerë, të cilët, mund të them drejtën, Kina është jo zyrtarisht
dhe në aspektin ushtarak, për krajet e Iranit, tu ka deklarat, të thamë kështu të hap. Mirë po Kina duket ka bërë disa lëvizje me 2-3 Boeingat e tij gjatë 30 viteve të para të luftës, kur nuk dyshohet, por është pas e vërtet që avionet e tillë me materiale me siguri ushtarake kanë hyrë në Iran dhe është ndërprer përcjellja e radarit dhe më kur ka hyrë në hapësirën ajrore, nuk është ditur se ku ka e kanë orientimin dhe destinacionin, por destinacioni ka qenë Irani. Kjo tregon që kemë thonë drejtën pak a shumë edhe me një goditje që i bëhet BRICS-it, ose edhe 2 perandorive për primat asaj perëndimore dhe lidore të aziatike. Kjo mund të jetë rrezikshme edhe për amerikanët, nga se ata që ballafaqohen në këtë rast me një luftë të përmasa më të mëdha, por edhe të goditjeve që mund të psojnë, atëherë kinezët është një test i mirë për ta, dhe është, mund të them, e favorshme. Por prapë mendoj që nuk the kokën për Iranin as Rusia as Kina, por mund të përdoret për dobësimin e kundërshtarit e tyre, siç janë në këtë rast amerikanët. Mendoj që ka edhe pak kjo luftë, unë kam një tekst të shkruar atje pse lufta Izrael-Iran janë çështja, mund të them, e gjithë asaj të gazsjellsve dhe të rrugës së shkëmbimit të mallrave nga India për të arritur të larguar ngushticën e Hormuzit, për të kaluar në Arabi Saudite ose nga Omani, sultanati, dhe pastaj të ardhur te porti Haifas në Izrael. Dhe ruta e dytë është ajo me ndofshit kinez dhe deri te Turqia. Dhe këtu është, më duket, pëjenta e konfliktit. Do thot goditja që i bëhet aleancës Iran, Kinë, Kore e Veriut dhe Rusi. Por sidomos Kinës. Dhe në këtë drejtim kemi lëvizje të cilat, sepse çdo luftë prapa ka, mund të them, ato interesat ekonomike ose grabitin e resurseve ose rrugëve që sjellin këto të mira materiale, qarkullimin e tyre. Prandaj situata është e tensionuar, por mos të ikën nga pyetja që pyeti ju për takimin e sotshëm. Mendoj që mund të ketë gjas, po që se Irani arrin të kuptoj që mund të psoj bukurën në tërë zhvillimin e vet të infrastrukturës të kapaciteteve, qoftë ushtarake, por edhe të resurseve, të infrastrukturës së tyre. Sepse është në aspektin religios quhet një farë lloj fetvaja, një farë lloj vendimi i aspektit fetar islam që nuk lejohet prodhimi i shkatrimit të armëve në masë. Hamneja ka thënë këtë më herët, por që se Hamneja ka dhënë një deklaratë kërcënuese edhe për Shqipërinë. Kjo jo tash, më herët ka qenë. Për vendosjen e grupit të mujahedinëve në atje afër Durrësit të Starve. Dhe edhe sot në një kanal televiziv janë pyetur a është rrezik Shqipëria shënjestrohet. Nuk e besoj, por nuk është edhe pamundshme. Se perimetri i tyre i goditjeve atyre 6 radhëve të potencialit raketor iranian ka supozime mund të rrinë deri te Austria. Por unë besoj që hallet dikun tjetër. Irani në këtë rast është për të mirën e tij që të pranoj edhe reduktimin në nul. Por tash kemi hyrë në një situatë kur qëndrimi varet edhe qëndrimi, sepse Rusia ka, ose Putini në konferencën për Shtyp ka deklaruar që Irani nuk ka qenë i gatshëm të pranojë ndihmën ushtarake kur ka bërë marrëveshje për partneritet strategjik. Por Rusia nuk e ka dërguar as blerjen e Suhove 35. Mendoj këtu ka qenë ajo që ka shantazhuar Putini, por ato raportet Iran-Rusi ka të bëjnë që Rusia është interesuar që edhe regjimi i tillë të qëndrojë në Iran. Të qëndrojë, nga se nuk dëshiron të përsëritë Sirinë me Iranin. Irani është një vend 1.6 milion kilometra katror me 88 milion banor.
nuk është do si do, është vend që mund të them drejtën, është vështirë të koketohet për të bërë ndryshime të mëdha. Po në rast do të kemi një përshkallëzim të luftës në lidhjen e mesme, cilat nga shtetet muslimane dhe jo muslimane mendoni ju se do të pozicionohet krah Iranit? Dua të kujtoj këtu dhe raportimet që thonë se Pakistani mund ta godiste Izraelin me armë bërthamore për ta mbrojtur Iranin. Është e deklarata më duket të shefit të shtatëmëdhërisë pakistaneze Amir Munir, i cili ka deklaruar që në ditën e parë, po se gaboj, që Irani, po që se implikohet do një vendit tretë, do ndihmoj Iranin, po që se goditet në aspektin atomar, atëherë susta Pakistanit do godes Izraelin. Susta atomare, kuptohet. Dhe kjo, hajde mos të them një aleancë fetare paraqet, por mendoj që te Pakistani më duket që janë njerëz që kanë një kredo, një krenari, sidomos pas luftës për hindokush për Kashmirin, atyre 3 pjesëve, Kashmir Gjum, pastaj asaj Balistan, që udhëheqet në Pakistan dhe Sade, dhe pjesa e 4 asaj që kontrollohet nga kinezët, 28.030 kilometra katror. Por mendoj që ajo fitore e tillë ka ngritur, sepse e mundi i din, më them, në atë luftën 5 ditë, me ndikimin e teknologjisë kineze, aviacioneve jetë 10C dhe 17. Por edhe korali turk. Mos ta vitë turqët në elektronikë janë bukur të fortë. Kanë arritur që të krijojnë, më të them, atë sistemin për të çorruar aeroplanet e teknologjisë së fundit. Do vjen gjenerata e 6, gjeneratën e 5 deri këtu kanë rritur. Ka shënime shumë të sakta dhe të freskëta që turqët me koralin e tyre mund të sjellin probleme. Turqia, pozicionimin e saj, mund të them, e dënon fuqishëm sulmin e Izraelit, mirë po nuk është ajo që do në luftë për Iranin, edhe pse ka interesa, ka qenë përfituesi më i madh në këtë kohë të sanksioneve ndaj Iranit, që ka bërë, do thotë, me rezultate të ndryshme, qoftë sidomos të botës perëndimore, dhe ka arritur që me depërtimin e naftës të arrijë të krijojë resurse dhe të ketë një shkëmbim dhe përfitime, edhe me çmim të lirë, por edhe pastaj për tranzit. Kapacitetet turke, meqense ka qenë, më të them, një deklarate Devlet Bahçeli, liderit të MHP-s, plakut e politikës turke, i cili është në bashkëqeverisje me AK-partajin e Turqisë ose me Erdoganin, partinë e tij, që thotë kush do jenë në rend. Dhe supozon që Turqia do të jetë pika e arshme konfliktit mes Izraelit dhe Turqisë. Do thotë që ose edhe Pakistani në këtë rast, por mendoj që Turqia nuk intervenon ushtarakisht, vetëm po që se preken interesat e saj të drejt për drejt. Ka qenë një paralajmërim që ka Izraeli, avionet e tyre kanë shkelur hapësirën, ajo është demantuar nga të dy palët. Izraeli nuk prek Turqinë, është edhe klasë tjetër, edhe më fërku me Turqinë nuk është edhe bashkëlet, thëmë drejtën. Por për momentin Turqia harron një strategji të zhvillimit të industrisë së saj të mbrojtjes, që është, mund të them, në hapa jashtëzakonisht të shpejtë, dhe asaj që pret momentet. Momentalisht pastaj pjesa tjetër që përbëjnë vendet e Golfit dhe Arabia Saudite janë partneri numër 1 dhe dëstumat të Trumpit, nuk e dia dëstumat të Netanyahut, por ose Egjipti, nuk është të pritet nga ata që do jenë ata që do i ndalin në ndihmë. Deklaratat e tyre publike janë, dënojnë agresorin, dënojnë këtë, dënojnë atë, por mund të them në një farë mënyrë Arabia Saudite ka dëshirë dobësimin e Iranit, sepse është primat për forcë dhe sipas tyre ata nuk e shohin me sy të mirë ngritjen e Iranit, forcimin e Iranit. Mirë po, është një luftë, mund të them, që bëhet edhe në aspektin e përbrendshëm ideologjik në botkuptimin islam,
por edhe në primatin e forcës dhe kontrollimin e resurseve. Sepse po që se kemi, mund të them, një ndryshim në aspektin e përgjithshëm, ose të marrjes kajet e luftës që mund të përfshijë edhe shtetet e tjera të regionit, atëherë edhe për këto vende ose tri fuqit që përmenda, Turqinë, Arabinë Saudite dhe Iranin, nuk do të ishte ndoshta shumë e përshtatshme. Sipas jush, cili është çelësi i përfundimit të këtij konflikti? Mendoni se ka ndonjë gjë që mund ta përfundojë komplet konfliktin pa u përshkallëzuar? Mendoj që është e para programi iranian në bisedime, i cili ndoshta mund të ketë, por do jetë me kushte. Nga se po që se për Irani duhet të them kështu, nuk është mendimi im, ajo është çështje që kërkojnë këtë rast amerikanë, me disponimin e Izraelit, që ky program do thotë të përdoret vetëm për programe dhe qëllime që kanë të bëjnë për medicinë, për energji, për furnizim energji elektrike. Bile Rusia ka nënshku kontratë me marrëveshje me Iranin për ndërtimin edhe të 7 apo 8 centraleve për qëllime pasore. Bushera nuk goditet në pjesën, mund të them, ku ka 200 inxhinierë dhe ekspert rus. Putini dje deklaroi që ka marrëveshje dhe komunikim me Izraelin që mos goditet ky central. Iran do thotë, ndonjëherë njeriu mendon që ka kalkulime të tilla që mund të jetë luftë me precizitetin e marrëveshjes, ta quaj kështu, ose asaj që deri ku mund shkohet dhe deri ku jo, do disa vija të tilla. A ka shpresë? Mendoj që e para është programi, marrëveshja, kombinimin asaj peshës, mund të them, të bisedimeve. Por problemi është të dy fuqit, mund të them, të regionit, Izraeli dhe Irani, kush do jetë fituesi kësaj lufte. Dhe rezultati pastaj mund të nxirret që të dy palët paraqesen si sukses, si fitore, meqense mendoj që edhe Izraeli ka humbur kapacitetet e veta, është në limit, sidomos në aspektin e municioneve, pastaj të tërë teknologjisë, e cila nënkupton në mbajtjen, pastaj organizimin dhe fillimin e marshutave, duket F-35 që ka një pauzë 7 pas aksioneve, dikur mos gaboj 72 orë. Të gjitha këto komplikojnë situatën, nga se Izraeli është një vend i vogël, është një vend dikun sa Shqipëria, me 14 milion banor, dënësi më të madhe, do thotë, për shkak të mund të them të asaj që paraqet natyrën historike të 3 religioneve feve abrahamike, dikun 8 milion ebrej dhe 7 milion arab. Do thotë është një vend që i vogël, ta quaj kështu, por kuptohet që ka ndihmën edhe për kujdesin e fuqisë më të madhe botërore. Meqense po them fuqisë më të madhe botërore, nga sa renderi botror nënkupton krijimin e asaj shumë polaritetit, i cili edhe në këtë luftë po sfidohet, unë fal shpreh, po testohet. Dhe kjo do të ishte është ndoshta momentumi që ka shansë, po që se arrihet ajo marrëveshja e 3 aktorëve të influencës botërore. Këta 3 aktorë do ta ndojnë zonat e influencës botë, amerikanë, kinezë dhe rusë. Dhe këta mund të vinë përfundim që kjo luftë është në interes të tyre dhe të paqes që të ndalet. Shkop magjik tjetër është problem të bie, ose ai që arrin që ta ndërmoj kundërshtarin dhe të dorëzohet pa kushte. Është e dhimbshme për gjithë, qoftë banorët në Izrael, qoftë në Iran, për qytetarë, për civil, që goditjet e të ardhmes, po që eskalon situata, do të jenë të dhimbshme edhe për Tel Avivin edhe për Tehranin. Qartë, zoti Biladhi, unë ju falenderoj shumë për përgjigjet tuaja të theduara dhe për këtë analizë që ndriçon më shumë këtë konflikt. Është një asnjë çfarë, faleminderit. Faleminderit juve.